Krimi i Florian Dalladakut, i cili vrau me sqepar nënën e tij 80 vjeçare, Fanien, dhe plagosi rënd baban, Hasanin, 77 vjeç, ka tronditur fshatin Zhumë në Lushnjë dhe jo vetëm. Me frikis. Ishte papritur apo ishte E papritur. Fshinjët e familjes thonë se 45 vjeçari tashmë i arrestuar njihet për probleme të shëndetit mendor. Sipas tyre, ai ka qenë i shtruar edhe në spitalin psikiatrik. Ai ka qenë me probleme kartele, me probleme mendore, me tëra ato. Vjet duke të shun në pasante ajo. Edhe si vjet bëri këtë polmin e madhe se kishte probleme me familje këtu, edhe për para. Banorët tregojnë një tjetër episod kur 45 vjeçari dyshohet se ka qelluar me armë gjau në drejtim të dyrëve të disa banesave në fshat. Sipas tyre, rasti është regjistruar edhe nga policia. Shkoj dhe mori shqitë, doli kështu, pa qëlloj kështu në përporta kështu në përdej, po jo të bëje në... Sjellja agresive e Florian Dalladakut, sipas fqinjve, kishte nisur vite më parë kur ai plagosi me armë një person. Dhe shukon e njerës kështu, shukon si me natë gjaja, Kaq? Kaq. Nuk pati luti njerës kështu, po shpi se kysh nuk dim gjë. 77 vjeçari Hasan Dalladaku ndodhet në reanimacionin e spitalit të traumës me plagë të rënda në kokë, ndërsa gruas që mbeti viktime dhunës të së birit ju dha lamtumira e fundit.